Involvimin të oficerëve, sidomos të hetuesisë në aktivitete ilegale dhe të paleshme. Është shumë rëndësi që segmentet caktuara të policisë, sidomos ato që punojnë në shtyllën e hetimeve, të nënshtrohet një vettingu. Gjithmonë kam thënë, ose kam qenë në policinë e Kosovës, kam qenë në favor të saj, e them edhe sot që jam në Partinë Demokratike të Kosovës, dhe do të jetë një qasje proaktive ndaj luftimit gjitha këto dukurive negative dhe involvimit të oficerëve, sidomos të hetuesisë në aktivitete ilegale dhe të paleshme, dhe mendoj që vettingu, sidomos prapo e përsëris, në fushën e hetimeve është i domosdoshëm, mirë po gradualisht pastaj të bëhet edhe për të gjithë. Bëhet një lloj verifikimi të kalorës, po ai është shumë formal dhe nuk është i thelluar. Unë mendoj që duhet kjo të shtohet. Sa i përket çështjes së përmirësimit të kushteve, mendoj që do të jenë të siguria njerëzore dhe aty do të jetë prioriteti numër 1 për gjithë pjesëtarët e policisë, e ushtrisë, e AKI-së, po për gjithë, meqense është pa kuptim që sot flasim në botën në vitin 2026 të flasim për mungesë gjanave elementare, e kënej pushtetin na thotë e kemi buxhetin e rritur. Duhet me rrit buxhetin, po fillimisht për me pas motivacion, për me pas motiv, për me qenë vendi punës atraktiv për kadetë e ri, duhet që t'ja përmirësojmë kushtet policit, ushtarit, operatorit të inteligjencës, dhe ai mos mendoj fare për çështjen e buxhetit lidhur me pajisjet, po ai përqendrohet më shumë si të kryej trajnime të avancuara, jo vetëm këto bazë. Programi juaj çfarë përmirëson? Pra, fokus të veçantë në akademinë që është në ushtri për ngritjen e cilësisë trajnimeve dhe sjelljes së ekspertëve ndërkombëtar, sidomos në fushën e integritetit. E kushtet? Pa integritet, kushtet do të jenë do të ketë ngritje të pagave, do të ketë pagesa të rrezikshmërisë më mirë se çka kanë më herët, jo që janë sot, do të ketë pagesa të gjitha kujdestarive që bën policia e Kosovës, do të ketë trajtim të veçantë për të gjitha nevojat, edhe sigurimin shëndetësor, edhe sigurimin jetësor. Pa këto s'mund të ekzistojë policia më boll që është 26 vjet, dhe mendoj që është e papranueshme të lëm herojt tanë me uniformë edhe ushtrinë edhe policinë në gjendje të tillë. Jo veç ashtu, po edhe me punë dyta. Shumë polic po ka nevojë me marr punë dyta. Prandaj dojmë folë edhe për rroga, por edhe për integritet.